Isha duke menduar për besimin që kisha ndaj tij. Kur paprit mas gjeta kontratën e fshehur, firmosur nga miku im më i mirë. Çfarë mendova për vite me radhë, shoqëri, për kujdesje, besim ishte thjesht një lojë për të marrë çdo gjë që unë kisha ndërtuar. Zemra ime u thy, dhe në atë çast kuptova se lidhja jon kishte marrë fund, jo në zemër, por në sallën e gjykatës, ku e vërteta do të dalë me dhimbje dhe pasiguri. Era e mëngjesit hynte përmes dritares së zyrës sime, duke përzier aromën e kafesë sapo përgatitur me një ndjesi të rënd parashikimi. Ishte një ditë e zakonshme, të paktën ashtu mendoja, derisa letërsia ligjore në tavolinën time të mbushur me dosje të papërpunuara tërhiqte vëmendjen time. Në mes të dokumenteve, një kontratë e papritur tërhoqi sytë e mi, e nënshkruar me dorën e mikut tim më të mirë, Arturi. Për vite me radhë, Arturi kishte qenë më shumë se një mik. Ai ishte pjesë e familjes, një shok i pasvendësueshëm, dikush që njihte çdo detaj të jetës sime dhe i kishte marrë pjesë me mua në çdo triumf dhe dështim. Por tani letra e tij, e fshehur me mjeshtëri mes dokumenteve për investime, nuk ishte thjesht një gabim i zakonshëm apo një lapsus. Ishte një plan i qartë për të përvetësuar pasurinë time. Ndërsa lexoja fjalët në kontratë, çdo kujtim i bukur që kisha me të u transformua në një ndjesi të acartë tradhtie. Për vite me radhë kishim ndarë gjithçka. Udhëtime, projekte biznesi, shaka të papërshtatshme që vetëm ne i kuptonim. Por tani, këto kujtime ishin si hije të hidhura që më përkujtonin se sa i aftë mund të ishte njeriu që kishte qenë më afër meje. Mendimet e mia ishin një përzierje zemërimit dhe trishtimit. Si mund të kishte planifikuar dikush kaq mirë të më mashtronte, të shfrytëzonte çdo dobësi dhe besim që i kisha dhënë pa rezervë. Arturi kishte përdorur njohuritë e tij për mua për të krijuar një rrjet të sofistikuar të mashtrimit, llogari bankare sekrete, kontrata të fshehura, aleanca të papritura me biznesmen të tjerë që as nuk i kisha parë ndonjëherë. Pasi u mbylla me dokumentet në dorë, ndjeva nevojën për një plan. Nuk mund të veproja në zemërim. Kjo ishte një luftë që kërkonte durim, strategji dhe prova të pamohueshme. Fillova të mblidhja çdo informacion që mund të kishte lidhje me kontratat, transaksione dhe marrëveshje që Arturi kishte nënshkruar pa dijenin time. Çdo faturë, çdo email, çdo takim biznesi i fundit që kishim pasur së bashku duhej shqyrtuar me kujdes. Në ditët e ardhshme gjithçka u bë një detektivim i fshehtë. Takime me avokat, telefonata të koduara, mesazhe që duhet të dërgoheshin me kujdes për të mos zbuluar që po i monitoroja lëvizje. Ishte një lojë psikologjike e brendshme, secili hap që hidhja, secila pyetje që bëja, duhet të ishte strategjike. Arturi nuk mund të dinte se unë e dija, dhe çdo veprim i tij i arshëm do të shërbente për të zbuluar të vërtetën. Por ndjenja më e vështirë për të përballur nuk ishte frika apo zemërimi, ishte zhgënjimi. Si mund të kishte një mik kaq i afërt që të shikonte vetëm përfitimin e vet? Ishte një pyetje që më rëmbente çdo natë, duke më bërë të reflektoja mbi të gjitha marrëdhëniet e mia dhe mënyrën se si njerëzit mund të jenë të dyfisht. Pak nga pak, provat filluan të grumbulloheshin. Një kontratë e fshehur që lidhe me një tokë të shtrenjtë, një transaksion bankar që nuk kishte asnjë shenjë të legjimit, dhe disa mesazhe të fshirë nga telefoni i tij që zbulojnë një plan të hollësishëm për të përvetësuar gjithçka që kisha ndërtuar. Ishte e qartë, nuk ishte një gabim. Ishte një plan i gjatë dhe i qëllimshëm për të më mashtruar. Kur e thira Arturin për ta përballuar, ai filloi me justifikime të hollësishme, duke pretenduar se gjithçka ishte për të mirën e biznesit. Por unë e dija se nuk kishte asgjë të pastër në veprimet e tij. Ai kishte tradhtuar çdo parim të miqësisë që kishim ndarë. Në atë moment u mor vendimi. Kjo do të përfundonte në sallën e gjykatës. Një dramë ligjore ku e vërteta, dhimbja dhe pasuria do të dilnin në pa. Filloi procedura ligjore. Avokatët e mi analizuan çdo kontratë, çdo transaksion dhe çdo komunikim të dyshimt. Çdo provë që sjellja ime kërkonte duhej të ishte e palëkundshme. Ishte një betejë psikologjike, ligjore dhe emocionale, ku çdo fjalë e Arturit mund të përdorej kundër tij, por çdo lëvizje e tij mund të shpërndante prova. Në gjykatë, ndjenja ime ishte një kombinim frike dhe fuqie. Të shikonin sy më sy, duke kuptuar se tradhtia e tij nuk ishte thjesht personale, por kishte pasur një efekt të madh financiar dhe emocional mbi jetën time. Fjalët e tij ishin të ftohta, përpjekja për të manipuluar gjyqtarin ishte e dukshme, por provat ishin të pakundërshtueshme. Dhe kështu filloi një rrugëtim i gjatë drejt drejtësisë, një betejë ku miqësia, besimi dhe pasuria u vunë në provë në mënyrë dramatike. Secili kapitull i kësaj historie ishte një përzierje tronditje dhe strategjie. Dhe unë kuptova se ndonjëherë,
Të afërmit mund të jenë armiqt më të mëdhenj. Salla e gjykatës ishte mbushur me një qetësi të tensionuar, ku çdo shushurim i vogël tingëllonte si bubullim. Avokatët tanë dhe ata të Arturit ishin të përgatitur, por ndjenja ime ishte më e fortë se çdo strategji ligjore. Çdo hap, çdo fjalë, çdo shikim midis meje dhe tij ishte një duel i heshtur që fliste më shumë se çdo dokument ligjor. Kur u hap procesi, provat e para u paraqitën. Kontratat e fshehura, transaksionet e dyshimta dhe dëshmitë e treta që ishin të gatshme të konfirmonin mashtrimin. Arturi qëndronte aty, i qetë në dukje, por unë mund të shihja shqetësimin në sytë e tij. Ishte qartë se çdo plan që kishte bërë me mjeshtëri tani po përballej me realitetin ligjor, ku çdo fshehtësi ishte zbuluar dhe çdo justifikim do të sfidohej. Gjatë dëshmisë sime, ndjeva një valë emocionale që më mbushi me fuqi. Folja për çdo moment të përbashkët që kishim ndarë, për çdo besim që ishte shfrytëzuar. Ishte si të nxirja çdo plagë që tradhtia kishte lënë. Avokati im përdorte këto emocione për të ndërtuar një narrativ të fortë, që tregonte jo vetëm humbjen financiare, por edhe dhimbjen personale që Arturi kishte shkaktuar. Arturi reagoi me nervozizëm. Çdo përpjekje për të justifikuar veprimet e tij përmes mosdijes ose mospërgjegjshmërisë u rrëzua menjëherë nga provat dhe dëshmitë e thëna nga ekspertët financiar dhe dëshmitarët e tretë. Ishte një duel i hapur midis të vërtetës dhe manipulimit, ku çdo fjalë dhe çdo veprim ishin të rëndësishëm. Avokatët e mi nuk ndaluan. Ata zbuluan se Arturi kishte krijuar llogari bankare sekrete dhe marrëveshje të fshehura me disa partner biznesi, të cilët ishin të gatshëm të dëshmonin kundër tij. Dokumentet e përcjella me kujdes treguan qartë se nuk kishte gabim rastësor, por një plan të hollësishëm për të përvetësuar pasurinë time. Gjatë gjithë procesit ndjeva një përzierje të emocioneve, zemërim, trishtim, por edhe një ndjenjë çlirimi. Çdo provë që paraqitesha ishte një hap drejt drejtësisë, një hap për të rikthyer besimin në vetvete dhe për të mbyllur një kapitull të dhimbshëm të jetës sime. Në një moment të veçantë, gjyqtari kërkoi nga Arturi të përgjigjej direkt për akuzat. Ai heshti për disa sekonda, pastaj filloi të fliste për keqkuptime dhe marrëveshje të gabuar, por çdo fjalë e tij duke e dobët përballë provave të pakundërshtueshme. Çdo gjest i tij, çdo shikim i nervozuar tregonte se ai po kuptonte humbjen e kontrollit mbi situatën. Dëshmitarët e jashtëm dhanë deklarata që ishin vendimtare. Një bankier që kishte njohur transaksionet e fshehta konfirmoi se llogaritë dhe kontratat ishin krijuar me qëllim mashtrimi. Një ish punonjës i Arturit foli për mënyrën se si kishte dokumentuar çdo veprim të dyshimt, duke ndihmuar në krijimin e një evidencë të fortë ligjore. Ndërkohë, mediat filluan të përfshiheshin. Historitë për mikun që tradhtoi mikun e tij më të afërt morën vëmendje, por unë përqendrohesha vetëm në të vërtetën ligjore. Çdo koment, çdo artikull ishte thjesht një sfond. Në sallën e gjykatës, vetëm prova dhe fjalët e dëshmitarëve kishin peshë. Në ditën e fundit të dëshmive, ndjeva një çlirim të ngadaltë. Fjalët e mia kishin bërë efektin e tyre. Publiku dhe gjyqtari kuptuan thellësinë e tradhtisë dhe madhësinë e mashtrimit. Çdo dokument, çdo email dhe çdo dëshmi kishte krijuar një rrjet të pakundërshtueshëm që tregonte se Arturi kishte vepruar me qëllim të qartë. Kur avokatët e mi paraqitën përfundimisht kërkesën për dëmshpërblim dhe rikthimin e pasurisë, ndjeva një lehtësim të madh. Nuk ishte thjesht fitimi financiar. Ishte rikthimi i kontrollit mbi jetën time, mbi besimin që kishte mbetur dhe mbi aftësinë për të ndarë të ardhmen pa peshën e tradhtisë mbi supe. Arturi u përball me pasojat e veprimeve të tij. Nuk kishte justifikim që të mund të ndalte rrjedhën e drejtësisë. Një mik që kishte qenë i afërt për vite me radhë kishte zgjedhur pasurinë mbi shoqërinë dhe besimin. Por për mua kjo ishte një mësim i çmuar. Ndonjëherë miqt mund të jenë më të rrezikshëm se armiqt, dhe drejtësia kërkon durim, strategji dhe guxim. Ditët e fundit të gjyqit ishin më të tensionuara se gjithçka tjetër që kisha përjetuar në jetën time. Salla e gjykatës ishte mbushur me një qetësi të rëndë, ku çdo frymëmarrje tingëllonte si një paralajmërim. Avokatët e Arturit dhe ai vetë ishin të përgatitur për të argumentuar, por unë ndjeja se rrjeti i provave që kishim grumbulluar ishte i pakundërshtueshëm. Çdo dokument, çdo email, çdo dëshmi tregonte një realitet të qartë. Tradhtia e tij nuk ishte aksident, por një plan i qëllimshëm për të përvetësuar pasurinë time. Kur gjyqtari hapi seancën për fjalën përfundimtare, ndjenja ime ishte një përzierje frikës dhe fuqisë. Zemra rrihte fort, por çdo fjalë që do të thoja do të ishte një hap drejt drejtësisë. Avokati im nisi me një prezantim të përmbledhur të provave,
duke treguar jo vetëm humbjen financiare që kisha pësuar, por edhe dhimbjen emocionale që tradhtia kishte shkaktuar. Arturi u përpoq të mbrohej, duke përdorur çdo justifikim të mundshëm. Nuk kisha dijeni, ishte një gabim, gjithçka ishte për të mirën tonë të përbashkët, por çdo fjalë e tij bie në heshtje përballë dëshmive të palëkundura. Një bankier i jashtëm, një ish punonjë si ti dhe dokumentet financiare e kishin bërë qartë. Nuk kishte gabim, nuk kishte keqkuptim. Çdo veprim i tij ishte i kalkuluar, i hollësishëm dhe i fshehur që në fillim. Në këtë moment, ndjeva një valë çlirimi të ngadaltë. Nuk ishte thjesht fitimi financiar që po kërkoja, por rikthimi i kontrollit mbi jetën time dhe mbi besimin tim. Çdo dokument dhe dëshmi ishin një hap drejt qetësisë. Avokati im përmendi edhe miqësinë e humbur. Një lidhje që ishte shkatëruar nga egoizmi dhe lakmia. Ishte një kujtesë e dhimbshme, por e domosdoshme. Verdikti u dha. Arturi u gjykua fajtor për mashtrim, falsifikim dhe shfrytëzim të besimit. U detyrua të rikthente çdo pasuri të përvetësuar dhe u ndëshkua sipas ligjit. Në sallë, sytë e tij shfaqnin një përzierje trishtimi, frike dhe pendese. Nuk kishte mënyrë për të rikthyer atë besim që ishte shkatëruar, por të paktën e drejta ishte vendosur. Pas gjyqit, ndjeva një qetësi që nuk e kisha përjetuar për muaj me radhë. Ishte një lehtësim i thellë, një ndjenjë e çlirimit nga peshë e tradhtisë dhe mashtrimit, por gjithashtu një reflektim mbi marrëdhëniet. Ndonjëherë ata që duke më afër mund të jenë më të rrezikshëm, dhe guximi për të përballuar të vërtetën është qelësi i mbijetesës emocionale. Në javët që pasuan, fillova të rindërtoj jetën time. Biznesi u rikthye në duart e mia, por më e rëndësishme ishte rikthimi i paqes mendore. Miqtë e vërtet, ata që kishin qëndruar pranë meje pa pritur ndonjë përfitim, u bën një mbështetje e çmuar. Arturi nuk ishte më pjesë e jetës sime. Dhe kjo ishte ndoshta fitimi më i madh, liria nga tradhtia dhe aftësia për të ecur përpara pa peshën e mashtrimit mbi supe. Në fund, kjo histori më mësoi se besimi është i çmuar, por nuk duhet të jetë verbër. Drejtësia kërkon durim, guxim dhe vendosmëri. Dhe ndonjëherë dhimbja e tradhtisë është rruga drejt forcës dhe vetëdijes së vërtetë. Ishte një kapitull i dhimbshëm, por i domosdoshëm, një kujtesë se çdo mik, çdo marrëdhënie dhe çdo vendim mund të testohen nga koha, nga veprimet dhe nga vetë zemra e njeriu. Kur u largova nga gjykata, ndjeva një frymëmarrje të thellë. Drita e diellit që hynte nga dritarja e sallës së gjykatës dukej më e fortë, më e pastër. Një kapitull i errët i jetës sime kishte marrë fund. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva paqe dhe një forcë të re brenda vetes.